Përshëndetje, sot jemi këtu për të diskutuar një nga temat më të përfolura që kanë bërbuj në të gjithë rrjetin. Do të diskutojmë për Parashkëvi Simakun. Kemi ndaluar një qytetare e cila na tha se është fanse e Parashkëvi Simakut. Do të dëshironim shumë që të dëgjoni mendimin e saj si një qytetare e thjesht për një nga këngëtarët më të njohura të asaj kohe. Përshëndetje. E kam emrin Hana. Edhe më bëhet shumë qefi që ju po flisni për ikonën e Parashkëvis, ndoshta ju e keni dëgjuar vetëm në libra dhe në televizor, po unë jam brezi që jam rritur me Parashkëvin, kam dëgjuar këngët e saj, na ka kaluar emocione, kam qenë brezi që me këngët e Parashkëvis jam dashuruar, me këngën e Parashkëvis i kam kënduar vajzës time, jam bërë nën me këngët e Parashkëvis, më thënë për mua është një epokë që më vjen keq që ju të rritën sotëm nuk e njihni. E njihni vetëm në për revista, portale dhe më vjen shumë mirë që unë sot flas për një epokë, për një brez dhe më vjen shumë keq që ju nuk arritët dot të jetoni dhe të lumturoheni me atë lloj brezi. Më vjen shumë mirë që folët ka gjatë për Parashkëvin, duke qenë se është një nga ikonat shqiptare dhe që ka bërë shumë bujë së fundmi, por doja t'ju pyesja përveç mendimit që tha deri më sot, deri më tani. Cili është mendimi juaj më specifik për të? Si mendoni, ajo duhet të kthehet në Shqipëri apo duhet të qëndrojë andej? Atëherë, si çdo shqiptar, për më tepër ikonat shqiptare, këngëtarët, artistët, nuk kishte nevojë që të largoheshin e para nga Shqipëria. Se kanë dhënë shumë për ne, për popullin ton, na kanë rritur, ne i kemi ndjekur. Ka qenë një e shkuar shumë e vrarë për ta, edhe për të kaluarën e tyre, për sakrificat që kanë bërë, për përndjekjet që janë bërë këtyre njerëzve, që nuk kanë qenë të lirë të jetojnë jetën e tyre, kanë qenë të detyruar që të kalojnë nga një vend ku ishin të mirëpritur në vende ku e kanë nisur me këngë lokali dhe për këtë është për t'u ardhur keq. Shqyqur Zotit ka erdhur koha që këta këngëtarë dhe këta artistë të marrin një medalje dhe të tyren për punën që kanë dhënë, për brezin e tyre, janë shumë të lënduar, janë shumë të vrarë, nuk janë të vlerësuar si nga brezi jonë edhe nga brezi juaj. Flasim për Parashkëvi Simakun e cila në çdo mbrëmje që dëgjoja këngët e saj, unë dashurohesha me këngët e saj dhe i kam kënduar gjithmonë. Për shembull, në dashurinë time të re, mbaj mend kur jam njohur me një djalë, ne ishim akoma adoleshent, kishte këngën e do ta këndoj. Ma the të dua, po nuk mu besua, mos ishin zojsht, apo pemët, mos ishte zhurma e erës, pra pun ty të luta që të mua të më thuash, të dua pra unë ty të dua. Dhe kur ishin këto fjalët të dua pra unë ty të dua, imagjinoja personin që unë doja dhe prisja të më thoshte shumë atë fjalën të dua. Kështu që Parashkëvia për ne ka qenë një emocion, ka qenë një jetë, ka qenë një zë, kemi broritur për të, nuk e di, ka shumë për të thënë dhe ndoshta edhe emocioni se kapem dhe një çik papritur, po për Parashkëvin, për brezin e Parashkëvis, për ikonat si Parashkëvia, gjunaf është me vërtet për të ardhur keq që kanë qenë të abandonuar edhe nga publiku, edhe nga... Dhe të them një rast, jo më vonë se vjet, unë kam kaluar në Ksamil dhe aty ka pasur një lokal vllai i Parashkëvis. Dhe kur jam ulur për të konsumuar diçka dhe ai është prezantuar si vllai i Parashkëvis, unë kam treguar një emocion shumë të fortë dhe doja të dija shumë për Parashkëvin, e vetmja gjë që dëgjova, Parashkëvia nuk është mirë, Parashkëvia është e sëmurë, Parashkëvia nuk është në gjendje. Dhe me të vërtet ka erdhur shumë keq. Dhe sipas të gjithave që këto ndodhit që kemi dëgjuar, më bëhet shumë qefis që një tip si Erioni, ai Liriani, nuk më kujtohet emri, kush e ka zbuluar së fundmi, ai meriton një bravo të madhe, edhe Parashkëvia e ka vendin në Shqipëri.
Po, si do ndikoni t'ju që parashevia të kthehej në Shqipëri, se të shikoj që ju keni një mendim tepër të mirë për atë dhe do dëshironit shumë që ajo të kthehej. Por, a do ishit ju e gatshme ta merrnit edhe ta ndihmonit? Unë jam e gatshme në çdo diçka që unë më lejohet, që mundem. Unë kur dëgjoj që një ikonë si parashevia ka qenë me gjithë problematikat e saj, dhe po t'i isha dhe ta kisha takuar në rrugë, po dhe sot, në qoftë se mua më jepet mundësia që të marr një njeri dhe të jetoj me të, pse jo, do ta marr, do ta mbajmë me shpenzimet e mia, nuk ka problem. Shqiptari ka bujarin, ka zemrën e hapur, për më tepër kur një njeri ka dhënë shumë për këtë shoqëri dhe nuk ka arritur të marrë asnjë gjë. Pse jo, ta marr të jetoj me të. Mendoni se edhe të tjerë do e bënin këtë? Po ta kishin bërë, do ta kishin bërë. Po ndoshta edhe ata kanë dëshirë si ju, por siç e keni dëshirën ju, nuk e keni bërë. Po mirë, shumë mirë, atëre le t'japim kontributin ton sa më të vogël, që ajo të paktën të rikthehet në Shqipëri, të kapi jetën e saj, të jetë në familjen e saj shqiptare. Besoj se do jetë shumë më mirë se atje ku ka qenë ose ku është. Besoj se parashevia meriton të rimarrë jetën e saj në dorë dhe ne pse jo, të japim kontributin ton për kur ka një njeri ulur në tokë, jepja dorën dhe ngrihet, nuk të kushton asnjë gjë. Duhet jetë edhe humanizmi tek ne, dhe unë nuk e kam problem fare, përkundrazi, do ishte një kënaqësi shumë e madhe. Sikur edhe një drekë të haja me parashevin, ose një kafe, pa çka se unë jam e gatshme. Kemi vënë bon ne shqiptarët edhe në zemrat tona, edhe në shtëpitë tona. I keni ju kushtet e nevojshme? Po si jo, kushte kemi ne të gjithë i kemi kushtet. Shtëpi, ku e do shtëpinë? Në Tiranë, në Korçë, ku të doj? Le ta vendos ajo. Në Durrës nuk e çoj dot se nuk kam shtëpi. Kështu që shikoj që keni një njeri me zemër shumë të mirë, por jo të gjithë mendojnë kështu si ju. E po mirë se ka humbur një çik tani në kohët e fundit edhe në ditët e sotme ne mendojmë çfarë do veshim, ku do ta pim kafen, çfarë jemi një çik kështu fasade e përkryer, se nga brenda na mungojnë shumë, jo se ne na mungojnë, po i kemi humbur gjatë rrugës. Kemi filluar të humbasim gjatë rrugës të gjitha vlerat njerëzore dhe humanitare. Po, bie shumë dakord me mendimin tuaj. Shumë faleminderit. Jo, po prit se do ta këndoj edhe këngën për fëmijët. Mos u aprishni lumturin, mos u aprekni dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nëna su lejojnë. Fjalla nën kudo në botë, ban në zemër dashuri, mirë mëngjes jetës i thot, se nëna lind njeri. Dhe për të gjithë ata që e dëgjojnë këtë këngë, vërtet mos ta provojnë, se nëna është nënë dhe nuk i prek dot fëmijët e tyre. Shumë faleminderit, më bëhet shumë qefi që keni këtë mendim, që ka njerëz akoma me zemër të mirë dhe që mendojnë edhe për të tjerët. Kënduat shumë bukur, keni një zë shumë të bukur. Shumë faleminderit. Ndoshta do ma kishte Zili edhe parashevia po të më shikonte. Jam shumë e sigurt që parashevia do ishte shumë e lumtur po të dëgjonte bisedën tonë në këto momente dhe do ishte më se e mirëpritur të vinte në shtëpinë tuaj siç na thatë edhe vetë. Nderi do ishte imi.